Kemi në lidhje Skype pikërisht doktor Berishën, I cili do të na sqarojë më në detaje këto çështje, pra lidhur me përjashtimin e zotit Saliani. Mirëmbrëma, doktor. Atëherë qimi... Vejz. Më falë ti, Vejz. Po. Përsa I përket Salianit, aja është një ficire kopshme morzotri, është burgaxhi. Tani më thuj ti mua, mahet një person ishi burgosur Nuk parti. Nuk ma. Jo vetëm që rri me kriminela, po është dhe vetë kriminel. Ashtu? Dhe është burgos për mashtrim morzotri, ka mashtru me çështën babale, për apo jo? Çfarë llafos doktor? Çfarë llafos? Përveç kësaj, ai kur ka qenë burg ka qenë dhe I rrezikshëm morzotri. A din ti sa denoncime ka marrë nga I burgosuri digital? Burgosuri digital? Ka pas rrafnjës të dushët e burgut. Te çorapi Fustesa Pulin. Interesante. Dhe I rifte me arte marciale. Pante thika me fuçadhamësh. Zefte me çakma kokat e brisqeve. Interesante. Do me thënë, ai ishte batmeri I burgut. Që vërt meri burgut dhe... Kështu që aje ka kaluar vjen e kuqe. Nuk mund të majmë një kontingent kriminal parti. Kështu që pranaj morçimi. Vejz, faleminderit doktor. Faleminderit për këto që na the dhe do t'ju Po. Kishe gjë për thënë? Faleminderit ty çimi. Vejz, se na çmend doktor. Vejz, mbylleni doktor, mbylleni fare. Mbylleni, kam vejz more doktor, jo çimi se na çmend. Jemi lidhur pra me doktorin, pra siç e dëgjuat edhe vetë për ato çka ka bërë Saliani në burg dhe jo vetëm, por edhe në parti.